Bordi i Transparencës caktoi çmimet e reja të karburantit në Shqipëri. Nafta do të tregtohet me 196 lek për litër, 10 lek më pak se mbledhja e fundit të bordit, ndërkohë çmimi i benzinës është caktuar 180 lek për litër, 4 lek më pak se vendimi i fundit i bordit. Këto çmime do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit dhe do të pasqyrohen po ashtu edhe me ndryshimet e reja të çmimeve të shitjes. Në njoftimin e plot, bordi bën me dije se çmimi i shitjes me pakicë nën produktit gazoil i standardit SSHN 590 do të jetë jo më shumë se 196 lek për litër, ndërsa i shitjes me shumicë jo më shumë se 184 lek për litër. Ndërkohë bordi bën me dije se çmimi i shitjes me pakicë nën produktit benzin i standardit SSHN do të jetë jo më shumë se 180 lek për litër, ndërsa ai i shitjes me shumicë jo më shumë se 168 lek për litër. Çmimet e caktuara nga bordi do të hyjnë në fuqi pikërisht në datën 7 maj, nga ora 12 dhe do të jenë të vlefshme deri në mbledhjen e ardhshme të bordit, kur edhe do të pasqyrohen ndryshimet e reja të çmimeve të shitjes. Tërhiqet vëmendja e çdo operatori të shitjes me shumicë dhe pakicë të nën produkteve të naftës mbi detyrimin e zbatimit të këtij vendimi. Bordi bën me dije se në rast të shkeljeve të konstatuara nga operatorë të ndryshëm do të vendoset edhe pezullimi i aktivitetit. Ndërkohë Ministria e Ekonomisë dhe Inovacionit së bashku me Ministrinë e Financave si dhe Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë janë të angazhuara të mbrojnë interesat e konsumatorëve shqiptar si dhe ruajtjen e parimeve të konkurrencës së ndershme në treg.